Kemi pothuajse 3 mbledhje radhazi, në të secilën mbledhje vinë vendime të kundërligjshme, të cilat shqyrtohen nga Ministria e Pushtetit Lokal dhe pastaj kthehen në Kuvendin e Komunës ose në këtë rast në Administratën Komunale të Shtimës, të udhëhequr nga lëvizja vendosje dhe Qemal Aliu, të cilat vendime janë kryesisht të kundërligjshme dhe kjo vije si pasojë e keq menaxhimit dhe keq hartimit të dokumente apo akteve, të cilat neve në kuvend na vinë të tilla, mandej si vendime të kundërligjshme po merren në kuvend dhe pastaj po kthehen nga Ministria e Pushtetit Lokal. Këto vendime kanë të bëjnë kryesisht me dhënien e pronave në shfrytëzim, shpalljen e pronave me interes të përgjithshëm, mirë po shihet se administrata komunale, në këtë rast drejtorët e Qemal Aliut, nuk po arrin që të hartojnë vendime të lehtëshme dhe në mënyrë siç e parashë ligji për procedurën e përgjithshme administrative, andaj edhe po kthehen nga me apeloja si vendime të kundërligjshme. Ne pothuajse radhazi në secilën mbledhje kemi ngrit këtë çështje, madje kemi ofruar alternativë se si ky problem të zgjidhet, për shkak se sipas ligjit për veçëverisjen lokale kemi mundësinë që aktet që duhet të miratohen në Kuvendin e Komunës kanë mundësinë që të dërgohen paraprakisht për revidim apo rishikim me APL, mandej të merren si vendime në Kuvendin e Komunës, në mënyrë që mos jenë të kundërligjshme. Mirë po si pasojë e kryenetësisë, si pasojë e paditurisë dhe si pasojë e keq menaxhimit, ne po kemi vendime të kundërligjshme, të cilat po merren në Kuvendin e Komunës dhe po prezantohen nga ana kryetari dhe kryesuesi i kuvendit, të cilët vinë të dy nga lëvizja vendosje. Pothuajse po bën 4 vite nga kjo administrat, jo vetëm vitin e kaluar, por pothuajse për secilin vet ka vendime marramense të kundërligjshme, madje të morura edhe nga kryetari i komunës, të cilat me apelojë në vazhdimsi i ka hudhë poshtë, madje si pasojë e kësaj ne besoj që kemi humbur një grant të performancës që jepet nga Ministria e Pushtetit Lokal, pra si pasojë e keq menaxhimit dhe keq hartimit të akteve komunale, përkatësisht marrjes së vendimeve të kundërligjshme, të cilat nuk janë në dispozicion sipas legjislacionit në fuqi.